Aksa e harruar në sytë e botës. Tek shihni Palestinën, një vend i cili digjet vazhdimisht dhe shumë fëmijë gjenden përfundi gërmadave, shumë fëmijë dhe jetë të pafajshme që humbasin dhe digjen tmerrsisht. Është një katrahur e vërtet, dhimbje dhe lot, por bota shikon nga skaji në skaj sikur nuk po ndodh asgjë. Mendoni pak njerëz të mirë, sikur ata të jenë fëmijët tuaj. Ata janë fëmijët të cilët ju tregojnë të gjithëve se si bota duhet jap fund luftës. Bota duhet të gëzojë lirinë, paqen, dashurinë. Ata fëmijë të cilët po digjen, ata fëmijë të cilët po jesin jetim, ata fëmijë që s'kan bukë, s'kan ujë, s'kan për të ngrënë në sofrat e tyre, ata fëmijë të cilët bota i shef dhe si duket nuk i onip fare. Nuk don t'ja di për fëmijët e Palestinës dhe Aksa digjet. Digjet ai vend, ai qytetërimi i tëri dhe i bëri dhe paqja nuk ekziston askund aty pari. Por ata fëmijë po vuajnë, po digjen, sa fëmijë u zhduken, sa fëmijë u masakruan, dhe sa do zhduken e sa do masakrohen, dhe bota përsëri, dhe shtetet përsëri rrinë dhe shohin sikur ata nuk kanë fare ndjenje njerëzore. Shpëtoni fëmijët, merrni fëmijët në mbrojtje o bote. O bote e nderuar që synon paqen, prosperitetin, stabilitetin. Ata fëmijë të pafajshëm që nuk zgjidhin prindrit, askush nuk e zgjedh prindin. Lam të mirë armë, lam të mirë luftra, lam të mirë një herë për gjithmonë. Shpëtoni ata fëmijë, shpëtoni atë vend nga lufta, të mbjellet paqja, të mbizetroj liria dhe në atë kombë, në atë vend, në atë njerëzim. Paqja dhe dashuri ku do të mbizetroj. Paqja anë e kënd botës, ndal me luftrave, ndal gjakderdhjes në tokë, ndal një herë për gjithmonë. Aksa, si u harrove, si u trete, po ku është kjo botë? Ku është ky njerëzim që nuk vjen të shpëtoj fëmijët e tu? Ti marr ata në mbrojtje, ti strehoj në shtëpitë e tyre, tu jap për të ngrënë, për të pirë. Ata janë fëmijë, nuk kanë faj. Ata janë fëmijë, ata janë fëmijë, ata janë fëmijë. Shpëtoni fëmijët. Shpëtoni fëmijët e Aksas, shpëtoni fëmijët, sepse dhimbja po na përshkron gjithë shpirtin dhe pendjejmë këtë dhimbje në krahërorët tanë. Botë pasy, si su knaqe, po si knaqet njeriu me dhimbjen e dikujt, po si knaqet njeriu kur sheh to krijesa angjëllore që janë fëmijët e humbasin në rrënojat të shkretetirave. Botë, që je zhvilluar, je dendelisur, e krekosur, e pasuruar në aspektin material. Mendo për këta fëmijë, mendo.